po tek fëmijët kur mund të filloj përdorimi i pajisjeve? Domethënë, nuk e dia, ka një kriter moshe që neve themi që nga kjo mosha e tutje mund të përdore. Ku diun për shkak. Unë mbaj mend që kur vritesh te lagja edhe ti shkon ose shkonim tek prindrit, thonim ke vrar dorën, e kalonim duke na puth dorën 2-3 herë puthe dhe shërohesh. Apo e mban pak me kompresa me të ftohta, ose mbaj mend që gjyqja për shembull bënte pak me raki, thot Kloj. Ose gjyqja bënte pak shumë masazh me sapun dhe kalonte. Dhe në një moshë të caktuar kur ishim të vegjël as nuk kuptoi që ne kishim dëmtime ose nuk i mbani mend. Tek fëmijët e vegjël mundohet të jetë kjo zgjedhje alternative, siç e thua ti, por ka një moshë të limituar që mendoj që mbas të 14-tave mund të përdorim disa aparatura, jo të gjitha prapse jo të gjitha aparaturat. Nën 14 është mirë, siç e thua dhe ti, sepse nuk në raste dëmtime shumë të mëdha, atëherë normalisht se do merren protokolle të tjera. Jo, është edhe pjesa e rritjes kockore, që janë të ndaluara normalisht disa aparatura, edhe për pjesën e kockave të fëmijët patjetër ndikojnë në rritjen e kockave. Jo, kjo është e rëndësishme sepse për gjithë dëgjuesit që janë duke ndjekur emisionin, nuk kanë informacion kur duhet shkojnë tek fizioterapisti, po nga ana tjetër a mund të përdorin pajisje apo jo. Unë kam parë, ose neve për shembull na drejtohen pacientët e 2-3 vjeç se ka vrarë pak këmbën, pra prindër të cilët thonë mund t'i bëjmë diçka për t'i shëruar këtë problem. Dhe ndërkohë nga ana tjetër mund të themi që mund të orientohen tek fizioterapisti që gjejnë një zgjidhje. Në moshën 14 vjeç e sipër duhet të përdorë pajisje. Jo vetëm për pjesën e dëmtimeve, por për shembull ne kemi pacientë edhe që mund të jenë ne kena edhe pacientë që mund të jenë 8 vjeç, 10 vjeç, kupton, edhe me të vegjël, patjetër që këto problematikat i themi ne nuk i shërojmë dot, kupton, mund të vinë të bëjnë një konsult, siç po thoshte edhe Keri, mund vinë të marrin edhe një mendim nga ana jon, por nuk i fusim dot në aparatura sepse nuk lejohet. Pastaj është rast tjetër që kena fëmijë mbrapa që mund të jenë moshë më të vogël, që janë ndoshta i trajtojmë për pjesën e shtyllës korrizore, të skoliozave, që i trajtojmë në mënyrë thjesht duke i bërë një gjimnastik posturale, po në mënyrë manuale, kështu që pa përdorimin e aparaturave. Pra, nën 14 vjeç e poshtë është mirë që pajisjet e fizioterapisë mos të përdoren patjetër. Pra 14 vjeç e sipër. Jo gjitha, po disa mund të disa aparatura, sepse ndikojnë në rritjen patjetër në pjesën e kockave, në formimin e kockës.